moshatare, zanje në borde e paskeruvet, qysh preje që do bashe mujit. Sipas mendimit tuaj, cilat janë disa nga emisionet që kanë pasur më tepër ndikim të teleshikuesit? Çdo emision ka atë ndikimin e vet, pasi unë vetë Rafael, se kam thënë ndonjëherë, po ta them edhe ty. Vetë kam qenë ideor i gati 90% të emisioneve që neve kemi sjell si televizion, pasi unë e kam njohur dhe njoh komunitetin shqiptar. Edhe e di çfarë do komuniteti dhe ne kemi përshtatur emisionet sipas edhe ti ke qenë pjesë e kësaj, sepse edhe ti ke sjell emisionet e tua dhe kemi pasur sukses pasi ne kemi studiuar komunitetin se çfarë ai don. Jo çfarë mendojmë ne se ai do, po çfarë ai do. Dhe po ta vesh re emisionet tona fillojnë që emisionet me fëmijë. Pra emisionet me fëmijë janë disa emisionet të ndryshme, shqiponjat klasin shqip, muzikë, emisione humori për fëmijë të përshtatur për moshët e tyre, kemi dhënë filma multiplikativ që ata i duan më shumë, dhe mandej kemi dhënë dhe kemi krijuar emisione për studentat, siç është Vizion, kemi krijuar emisione të ndryshme të cilat janë përshtatur komunitetit. Ju keni sjell Hit Paradën, që është emisioni nga më të ndjekurit, ka është 24 vjet emision. 23 vjet emision Hit Parada. Edhe ajo është një emision që i shërben të rinjve, është një ushqim shpirtëror, muzikor. Por, siç thash edhe pak më parë, është emisioni për muzikën që është folklori, e vlerësoj shumë atë folklorin, po ka emisione që në komunitet, edhe pse ato kanë horizont, thank you, argument, kombi ynë, e shumë të tjera emisione të tjera që ishin informative, kanë qenë për emigracionin, për problemet të ndryshme, të fjala e specialistit. Pra, ne kemi pasur vizionin dhe kemi pasur vullnetin, kemi pasur edhe sukses në ndërtimin e programeve komunitare të gjitha këto. Tani, do të veçonja emisionin... Thank you, thosha. Këtu e kam. Do të veçonja emisionin Thank you, i cili ishte emision që vetë jeta më ngacmovi në shpirt. Bënim shumë gjëra. Vjen, shkon në kish, filmon atje aktivitetin, bën 20, 30, 40 intervista, vjen i përpunon në studio, i transmeton ato, dhe i shikojnë, kënaqen dhe nuk thonë një thank you. Nuk thonë faleminderit. Atëherë vetë thash, si ka mundësi? Pra bën një gjë, se nuk kur them kish, kam parasysh kishe, xhamiet e qetë, gjithë, shoqata, organizata të tjera. Atëherë tham, si ka mundësi që të mos të thonë faleminderit? Pra, masa e kontributit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës e shkaluar. E shkaluar dhe tani është besi detyrim që ti duhet të filmosh, duhet të transmetosh, ti duhet të shërbesh njerëzve, dhe ata janë vetëm që edhe të quajnë dhe përnder, se thonë që shikoti, kur na filmon neve rregullon dhe zbukuron televizionin me programet tona. Pra, është një largësi jashtëzakonisht e madhe në konceptualitetin e ç'është televizioni. Dhe në këto rrethana, mua më lindi ideja, thash unë, po si ka mundësi? Që themi thank you, çdo njeri e meriton fjalën thank you. Qof fëmia, qof nena, qof babai, qof vllai, qof një person që këndon, qof një person që reciton, o një person që është suksesshëm në politikë, kudo i takon fjala thank you. Po nga ana tjetër, ka pasur edhe emisione, siç është Argument, që ka qenë një emision dinamik me aktualitetin, edhe pse është një emision që është në një arkiv të jo të përdorshme për herë, studimi, nuk është që mund të transmetosh, por ajo jep atë possibilitetin në jetës së televizorit, do pra është një aktualitet shumë e mirë, dhe unë do të thosha edhe të Fombyyn që bën juve është një nga emisionet më të mira, më të shikuara, sepse sjell direkt vlera komunitare. Është, do thosha, motër e vëlla me thank you. Jo, thank you kisha
rastin hipotetik të një marrëdhënie midis televizionit shqiptar e një televizioni kombëtar, kur ju I thatë mund të bëjmë një emision të tillë, thank you. A kjo ishte jashtë radarit të drejtuesit të një televizioni madhor në Shqipëri? Në vitin e kaluar isha në Shqipëri dhe do bëja një bashkëpunim me një televizion shqiptar, një televizion shumë I mirë, shumë televizion bashkohor, edhe pronari shumë njeri mirë, kam ikë edhe në bisedë se çfarë do të sjellim, e unë I propozoj personit në fjalë, I them që ne do të sjellim emisionin Thank You. Çfarë është ky emision Thank You, thonë? Po ja I them unë, do të them emisionin e parë do ta bëjmë me juve, do të themi faleminderit zotëri që juve keni sjellë këtë produkt të investim që I shërbeni Komunitetit Shqiptar me gjitha fushat e jetës, I jepni informacione, I jepni lajme, I jepni histori, shumë gjëra tjera kështu. Ai pa mua, pa edhe këta kolegët kështu, e më tha mua, tha, ore, tha, po unë bas kod me ty, tha. Po mi, dhe më, s'ka gjë. Më thua ti çfarë dojë, dhe më dhe. Jo, tha, ne duam se stacione, tha, ne duam, tha, kush u vraj, kush u prej, kush u bek, kështu, tha, se s'ka si shkushmëri ke joje, tha. I thash, e vërtet është, po ti dhe më do të bësh një sakrificë. Ta bësh të emision, ose bëj një emision të ngjashëm me këtë që them unë, e do të ngelesh me emri, them. Sepse në Shqipëri nuk na duhet them në 30 minuta lajme të jepni se kush u vra, kush u prej, kush vodhi, kush hyri në burg, por na duhet kush ndërtovi, kush arriti suksese, kush solli në një racionalizim të mirë për jetën komunitare. Edhe shumë zhvillime të tjera, sa student janë diplomuar këtë vit, sa kanë graduar doktora e profesora. Këto na duani, them, këtia. Jo, tha. Nëse unë dam të nesër në mëngjes, orën 6 të mëngjesit, më kërkon telefon, nëse takohem me të ambasadorësh, edhe erdhi në makinë kur po zbrisja, me erdhi vetë, më mori kështu dhe më uli, tha, kërkojnë ndjesta. Pasi ekipi stafi që kisha unë, tha, më folën, të kishin kuptuar ty, tha, se çfarë sollen, çfarë ide kishe për përmjet emisionit Thank You, dhe të kërkojnë ndjesta. Kjo është një shembull që edhe përshëndes në qoftë se shikon emisionin, është një shembull që ka reflektuar dhe njerëzit kanë gjithmonë mundësi të reflektojnë ti zoti Rafael. Edhe efektit kur I shërben të mirës është shumë I madh në komunitet. Nuk duket, po është I madh. Aq I madh sa vetë jeta që ekziston. Zoti Gani, ç'është për ju që kemi arritur sot që televizioni të mbijetoj në 25 vite? Kujt ja dedikoni këtë? Punës. Vetëm punës. Punës, pasionit, me këmbgulje, duke mos u përkullur kur në vështirësi dhe gjithmonë me vullnet dhe duke pasur gjithmonë atë objektivin që neve televizionin çdo vit ta çojmë lajm në ana teknologjike edhe nga prezenca jonë në shikuesit tanë. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Si është ndërtuar strategjia programore e televizionit për të përfshirë të gjithë shtresat, të gjithë shqiptarët e prejardhjeve të ndryshme të gjithë moshave? E thash pak më parë këtë, në ndërtimin e strukturës të programit të televizionit tonë është një nga televizionet që nuk merr patenta ose të huazoj e të ndërtoj programe. Programet tonë janë ndërtuar, edhe kjo është, shikuesit ta dinë që është gjitha është produkt, pra ide nga vetë televizioni. Pra neve kemi ndërtuar 48 emisione komunitare që janë përshtatur shtresave të ndryshme në bazë moshe, krahinore, sociale edhe fushat të tjera, të cilat neve I kemi përshtatur me shumë kujdes dhe na kanë dhënë sukses. Sukses, të gjitha emisionet janë të suksesshme, asnjë emision nuk na ka dështuar, të gjitha kanë dhënë kontributet, pasi ne nuk kemi pasur kontribute parciale, kontribute për një elit, ose për një pjesë, ose për një zonë. Ne kemi pasur kontribute
për të gjithë komunitetin shqiptar kudo ku është, edhe mendoj që ndërtimi i programit të televizionit është, për të marrë shembull, nga gjithë televizionet e tjera edhe në Shqipëri ta marrin shembull. Mos marrin të hozojnë Big Brother e X-in e Y-in dhe nga Italia nga e marrin, por le të krijojnë një show sipas natyrës të kombit shqiptar. Nuk mund të marrësh ti një projekt amerikan, projekt gjerman, projekt francez ta zbatosh sot në Shqipëri. Ne kemi një mentalitet tjetër, kemi një kulturë tjetër, kemi një traditë tjetër. Dhe nuk e di a do jesh dakord me këtë, por kështu mendoj unë. Sigurisht, të ngjashme mund të bësh, por marrja shablon dhe sjellja aty në komunitetin shqiptar nuk funksionon. Është një lloj si Big Brother që ka probleme të mëdha. Para disa vitësh, ju u dekoruat nga presidenti i Republikës si kalorësi i flamurit. Dhe me njerë pas këtij dekorimi për cilin ju mund të shpreheni, filloi një fushat e gjerë, shpifjesh, ndaj jush, ndaj personalitetit tuaj. Ç'ishte kjo? Dhe pse? Xhelozi apo më shumë? Po, zoti Rafael, unë personalisht dhe televizioni, dhe kur them televizioni dhe juve, jemi dekoruar me urdhrin kalorësi i flamurit. Është një vlerësim që shteti shqiptar ka bërë për televizionin shqiptar të Amerikës, dhe unë kam pranuar me qef, e kam pranuar me shumë gëzim këtë vlerësim nga shteti shqiptar, sepse na ka motivuar që të punojmë edhe në të ardhmen. Sigurisht, njerëzit që nuk punojnë, njerëzit që kanë misione dhe qëllime të tjera negative, ata mundohen që të pengojnë zhvillimet. Këtu do të futë edhe bashkëpunim me agjenci të ndryshme, të cilët nuk i përshtatet dhe nuk ju pëlqen zhvillimet komunitare shqiptare, veçanërisht ato mediatike. Pra, komet, ata që ne na rrethojnë, janë në luftë përhershme kundra komunitetit shqiptar edhe në emigracion. Dhe kemi një emision të ardhmen që ne do të themi, pasi kemi pasur edhe kemi një proces gjyqësor, cilin e kemi fituar, mandej pastaj ka kërkuar ndjes personi në fjalë dhe kemi falur, sepse duhet të falim, përderisa jetojmë me botën e Nën Terezës, neve duhet të falim, dhe si i thonë aty fjalës që thonë Zoti i gjykon gjithë njerëzit, por si pyetje që e bet, këto ndodhin për shkak të xhelozisë, për shkak të ambicjes, për shkak të pamundësisë dhe për shkak të vizionit, horizontit, po me shpirt prishur janë të gjithë, ata që bëjnë shpifje.